Fëmijët e zhdukur të vendeve në konflikt ishin në fokus të monodramës E Ngjajt, të shfaqur në teatrin e Korçës Shajupi. Drama që kalon një nënë e cila e ka fëmijën e vrarë apo nuk ka dieni për fatin e fëmijës së humbur, u përsol mjeshtërisht nga aktoria Vefi Redhi, e cila ndjeshëm kishte hyrë në lëkurën e një personazhi të një gruaje nga vendet në konflikte e luftra. Një thirrje për institucionet për më tepër se një vepër skenike është për autorin Monodrama E Ngjajt. Odise Plaku tregon se vepra është shkruar në vitin 2015, por me luftën në Gaza apo në Ukrainë ajo aktualizohet. Përpos dramatizimit për regjizorin nga Kosova, kjo shfaqje është një kujtesë për ngjarjet në Kosovë, disa prej të cilave i ka përjetuar vetë si dëshmitar. Kjo vepër është pikërisht një thirrje institucionale, një thirrje për drejtësi, një thirrje për t'i dhënë fund kësaj gjakderdhje të pafund që po ndodh në gjithë botën dhe çdo ditë më shumë, po bëhet një problem shqetësues që po merr jetët e njerëzve. Në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër të gjithë ne si shoqëri duhet të gjejmë mënyrën se si ne të japim mesazhet tona të qarta dhe për të shkuar drejt asaj që mund të quhet luftë, por nëse nuk mundemi dot që ta ndalojmë luftën, të paktën të parandalojmë atë dhe të mos bëjmë jetët e fëmijëve të zeza, por të jenë si lulet e majit, por edhe jetët e prindërve të jenë në krah të fëmijëve të tyre dhe të shijojnë jetën, të japin dashuri dhe lumturi. Më duk që e kam përcjell për latë të tjerë, kam përcjell audiencën, nuk e vëzhgim fare, thjesht kishin një koncentrim maksimal dhe kjo për mua është shumë e lëvërdishme në këtë rast, që e kam atë barën peshin kryesore të shfaqjes së regjisorit, gjithmonë është ai edhe i mirë edhe fajtohet në njëjtën kohë. Kështu që unë e falenderoj audiencën edhe që kanë ardhur këtë ditë feste. Unë kam emocione pas çdo shfaqje, në kohë pak në mënyrë më të veçantë, me që është era e parë që paraqiten si aktore teatri që të shikojnë korçarët. Faleminderit shumë që erdhët, faleminderit pritjes së bukur. Gëzojmë shumë kur e ndjekin të rinjt teatrin dhe sot tash shumica e spektatorëve ishin të rinj. Ngjajt pjesa ime udhtojmë nesër për Prizren, pastaj pas 2 ditësh në Gjakov dhe në datën 13 Ngjajt marrin pjesë në një festival internacional të monodramës në Prishtinë. Një vepër e cila jo vetëm të emocionon, por edhe të bën të reflektosh, është konsideruar nga aktori Guri Koço Monodrama E Ngjajt, por ai ka kritikuar publikun për interesin e ulët. Monodrama E Ngjajt u vlerësua me çmimin regjia më mirë dhe aktoria më mirë në festivalin e monodramës që u mbajt 3 ditë më parë në kryeqytet, ndërsa shfaqja do të vazhdojë udhëtimin e saj në teatrot të Shqipërisë dhe Kosovës, pritet që kjo vepër të paraqitet edhe në festivale ndërkombëtare.